Jemi të e pa vllaznit nderuar, se në botë janë të ufri erna të mëdhoja, janë të bën ndryshime të mëdhoja. Edhe duhet me shtru pyetjen na, ku jemi na në këtë mes? Apo kemi me shku poshtë, sikur se çfarë që kemi pësuar. Edhe me bë pyetje, a kemi na vizion? A kemi na objektiva që dojna mi arrit, mi mri? Çdo shtet, gati se çdo popull i kanë vizionet dhe objektivat e tyre. I gjenë duke në programet e tyre vizioni 2030, vizioni i vitit 2030, vizioni i vitit 2070, tjetri vizioni i vitit 2100. Unë nuk e di që shqiptarët kanë vizion për një javë, e i lemo për 10 vjetë e kështu me radhë. Na jemi të vetmit në botë që më duket s'kena vizion. Ata të cilët kanë, ata të regojnë që dojnë me mri dikun, dojnë me shku dikun, dojnë me bon diçka. Mirë po na kemi ngel. Ashtu sikur se që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kema takunu yuwalla aleikum. Ashtu sigur jeni, ashtu edhe keni të parin.